Në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, sot u mbajt ceremonia e shënimit të 24 vjetorit të themelimit. Kjo ngjarje solemne mblodhi rektor të universiteteve publike nga vendi dhe rajoni, përfaqësues të korit diplomatik, komitetit të biznesit, trupave të akreditimit dhe cilësisë në arsim, si dhe shumë mysafirë të tjerë. Rektori i Universitetit të Europës Juglindore në Tetov, Sadudin Ibrahimi, në fjalimin e tij theksoi rëndësinë historike të datës së themelimit të universitetit dhe rolin kyç të universitetit në avancimin e arsimit, inovacionit dhe gjithëpërfshirjes. Ai nënvizoi se zhvillimi i 7 fakulteteve përfshir 2 më të rejat, atë të shkencave teknike dhe të atyre shëndetësore, përbën një dëshmi të qartë të dinamizmit dhe vizionit strategjik të institucionit. Që nga zanafilla e tij, Universiteti i Evropës Juglindore ka qenë shembull i përfshirjes, diversitetit dhe ekselencës akademike. Sot, duke reflektuar mbi rrugtimin ton, mund të themi me krenari se Universiteti ynë është konsoliduar si një institucion i njohur dhe i respektuar në rajon dhe më gjerë. Këtë dëshmon rritja e vazhdueshme e numrit të studentëve dhe si rezultat i rritjes së fakulteteve, programeve studimore dhe bursave studentore, që reflektojnë qëndrueshmërinë afatgjate të këtij institucioni. Fuqia jonë akademike qëndron në 7 fakultetet tona që sot përbën shtyllën intelektuale të universitetit, duke avancuar kërkimin shkencor, inovacionin dhe formimin e profesionistëve që kontribojnë me vlerë në shoqëri. Në këtë strukturë 2 fakultete më të reja, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Fakulteti i Shkencave Shëndetësore, dallohen për zhvillimin e tyre, të shpejt dhe me mundësi të reja që sjellin një masim, kërkim dhe bashkëpunim me komunitetin dhe sektorin privat, duke dëshmuar aftësinë e universitetit tonë për të përshtatur me nevojat e kohës dhe për të ndërtuar të ardhmen. Në fjalimin e tij, kryetari i bordit të universitetit Klaus Toterman përcolli një këndvështrim simbolik për numrin 24, duke lidhur atë me vazhdimsinë, stabilitetin dhe arritjen, vlerë që sipas tij e kanë karakterizuar këtë universitet që nga themelimi. Ai shprehu mirënjohje të veçantë për studentët e doktoraturës, stafin e universitetit dhe partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë kontribuar në konsolidimin e Universitetit e Europës Juglindore si një institucion modern të qëndrueshëm dhe me ndikim të gjerë shoqëror. Në kuadër të përvjetorit, ky universitet promovoi kandidatët e doktoratës, ndërsa stafit me 20 vite dhe 10 vite përvojë pune në universitet ju ndan mirënjohje dhe dhurata për kontributin e tyre afatgjat në zhvillimin e institucionit.